Në djepjen e muzikës botërore vjen, në një nga skenat më prestigjioze të planetit, Sallën e Artë Muzik Viran, do të performoj Filharmonia e Maqedonisë. Ky është një nga momentet më të rëndësishme në historinë e këtij institucioni dhe një ngjarje me peshë të madhe për kulturën maqedonase. Për herë të parë, tingujt e muzikës maqedonase do të kumbojnë në një sallë ku ndër shekuj kanë interpretuar orkestrat dhe dirigjentët më të njohur të botës, si simboli i përbashkimit të traditës kombëtare me artin universal. Performanca e sotme vjen për një vit jubilar për Filharmoninë e Maqedonisë, që shënon 80 vjet të ekzistencë dhe krijimtari muzikore. Kjo mbrëmje përfaqëson kulmin e një rrugtimi të gjatë artistik si dhe një dëshmi e fuqisë së artit që t'i kalon kufit dhe bashkon popujt përmes muzikës. Në të njëjtën kohë, koncerti përkon me 30 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Austrisë dhe Maqedonisë së Veriut, duke shndruar këtë paraqitje në një akt të rëndësishëm të diplomacisë kulturore. Në prova generale patëm mundësinë të bisedojmë edhe me violinisten Julza Baftiari, pjesë e Filharmonisë së Maqedonisë së Veriut, e cila ndau me ne emocionet e saj për këtë koncert. Ajo shpreh se ndjesitë janë të papërshkrueshme dhe se çdo performancë në një skenë të tillë është një përjetim unik që mbetet gjatë në kujtesë të njeriu. Si po ndihesh që do jesh pjesë e këtij koncerti kaq historik në njërin prej skenave më prestigjioze në botë? Ndjem pikëpari shumë e lumtur edhe shumë e privilegjuar që të jem pjesë e një këtij evenimenti shumë të madh. Çfarë emocione të kanë përshkruar derisa jeni përgatitur për një sallë ku kanë interpretuar emrat edhe më të mëdhenj në botë? Janë do emocione që është pak si vështirë të përshkruhen, por sidoqoftë është s'po di do flutura në barkë, shumë interesant, kështu që mezi po pres që të performoj edhe koncert. Ky koncert mban edhe një bar tjetër, shënon 80 vjetorin e Filharmonisë të Maqedonisë. Çfarë do të thotë të jesh pjesë e këtij momenti jubilar, sepse 80 vjet nuk janë pak dhe ti pikërisht ke nderin të jesh pjesë e shënimit të këtij viti. Po është tepër një përvojë, për shembull se kam ndjek Filharmoninë prej e vogël kur kam qenë në koncerte krete dhe ka qenë si ëndra ime të jem pjesë e një orkestrë, sidomos Filharmonisë Maqedonisë. Mi po ja arrita me punë me krejt edhe sidomos tash në 80 vjetorin e lindjes, vetëm jam që 6 vjet e punësume me vendim këtu në Filharmoni, po dhe kam qenë edhe 10 vite si honorar, kam bashkëpunu prima përpara, kështu që ndihem shumë e lumtur edhe faktikisht ndihem si me qenë edhe ditëlindja ime njëkohësisht në këtë institucion, se gati 10 vjet bën që jam krejt komplet. Si kanë qenë përgatitjet dhe provat, pasi që ndjesia dihet se destinacioni është Viena, vendi i muzikës klasike? Po tash provat kanë qenë kemi punu shumë, tepër shumë, pak më shumë se që punojmë gjithmonë në koncertet, edhe pse gjithmonë mundemi të jenë maksimum mirë, por tash sidomos për këtë koncert e kemi dhënë secili maksimumin, provat kanë qenë shumë korrekte, kemi punu tepër shumë me dirigjent, mandej edhe prova ndama secili seksion vet, kështu që besoj që do dalë tepër mirë. Atmosfera edhe mes muzikantëve në prag të kësaj mbrëmje kaq të madhe, ndjeni përgjegjësi më të madhe, e the edhe në fillim ato fluturat në varg? Po është një farë, e kemi pak më ndryshe se koncertet e jashtëzakonshme këtu që i kemi, sepse është prapë të them përgjegjësia e madhe, edhe secili kemi atë, si të themi, pak si frikë, që sepse mundohemi secili të japim maksimumin, edhe mos po bëjmë ndonjë gabim ose diçka, edhe tash pak edhe ushtrojmë secili. Merrni çdo varë mbi vete. Ti je vetmja shqiptare me violë që do performon këtë natë kaq madhështore, veçanërisht në skenë kaq të madhe. Si e përjeton këtë fakt? Ke edhe një barë më të madhe? Patjetër, po. Sidomos që jam shqiptare e vetme këtu, ndihem tepër i lumtur, edhe si ta përshkruaj ti është një emocion shumë. Po vërehet edhe nga fytyra yte, sepse gjithato po flet si një fëmijë i lumtur kur i jepet një lodër. Cila është pjesa muzikore që mendzi po pret ta performosh? Ke ndonjë më të veçantë?
Po për momentin programin që kemi Simfoninë e Dvorzhakut në Sipres. Atë do e kishe veçuar, si është e këtë përvojë në rrugëtimin tënd artistik, a e ndjen si një pikë these, si një trampolinë, sepse ke çfarë të shkruash edhe në CV-n tënde, sepse ke performuar në Vjenë në atë vend ku performojnë edhe emrat më të mëdhenj. Patjetër, po se ajo luan rol edhe në biografinë time si soliste, si krejt gjithka ku performoj. Ndryshe është kur performon në salla më të mëdhaja, edhe pse kjo është e dyta që po performoj, kam performuar njëjtë edhe në Elbphilharmonie në Hamburg me një orkestër gjermane, po kjo është diçka pak më. Ilzata, nuk do të marrim më shumë kohë, ne t'ju urojmë shumë suksese dhe me padurim presin që t'ju shohim pra në Vjenë. I faleminderit shumë. Salla e Artë e Muzikë Ferajnë, e cila daton që nga viti 1870 dhe numëron 1744 ulse dhe rreth 300 vende për qëndrim në këmbë, është e njohur për akustikën e saj të përsosur dhe për historinë e gjatë që mbarë brenda mureve të saj. Ky koncert nuk është vetëm një arritje muzikore, por një akt simbolik që forcon identitetin kulturor të Maqedonisë së Veriut në botë, duke dëshmuar se muzika mbetet gjuha më e fuqishme e bashkimit, komunikimit dhe respektit ndërkulturor.
Ndërsa në fund të koncertit, drejtori I Filharmonisë Mustafa Imeri vlerësoi lart paraqitjen e orkestrës dhe entuziazmin e publikut, duke e cilësuar këtë mbrëmje si një moment krenarie për artin dhe muzikën tonë. Zotri Imeri, si po ndjeni sot që Filharmonia e Maqedonisë performoi në njërin nga skenat më prestigjioze të botës në Sallën e Artë Muzikë Veren në Vjenë? Si ndihem, kjo është momentalisht një lehtësim, jemi në përfundimin e koncertit, para sallës më të bukur, mund të them, edhe më prestigjioze, si tha e ti, Music Verein në Vjenë. Ishte një koncert I mrekullueshëm të Filharmonisë së Maqedonisë së Veriut.
Salla ishte përplot me ndjekës të kësaj muzike, edhe pse apo Vjena edhe është historikisht ndihet për muzikën serioze, po kjo sot ishte Ajo që na bëri përshtypje ishte që salla ishte full. Full Dhe salla. na u dok sikur jemi 1 janare dhe pikërisht ajo ndjenjë na u dha. Po, të them të drejtën, e prum 1 janarin sot këtu Pak më herët, pak më herët, po. Cili është roli i kësaj mbrëmjeje pikërisht për ne qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut apo për Filharmoninë e Maqedonisë? Shifni, kjo është një moment historik për kulturën, është një moment historik për shtetin tonë, është një moment historik për Filharmoninë e Maqedonisë së Veriut, edhe pse kjo është një koncert jubilar për 80 vjetorin e Filharmonisë së Maqedonisë, dhe unë si drejtor general, më dha mundësia që t'i sjell këtu, edhe pse kjo ishte një nismë më parë për vitit të kaluar, po realizimin e bëra unë dhe jam shumë i kënaqur dhe shumë, si të them, ndjeni një kënaqësi të veçantë për të ndërlidhem pak me përgjigjen e fundit, se thuhet se edhe muzika është instrument i fuqishëm diplomatik. Si e shihni rolin e Filharmonisë së Maqedonisë në diplomacinë kulturore, pasi që kemi edhe 30 vjetorin e marrëdhënieve diplomatike Austri dhe Maqedoni? Po, shihni, muzika është armë që nuk vret, po jep kënaqësi. Dhe këtë e bëm sonte këtu në Vjenë, dhe ishte kënaqësi shumë e madhe për shkak se kishte shumë njerëz nga shteti jon, nga Maqedonia që ishin prezent sonte këtu, edhe ata që jetojnë në Austri, edhe shqiptar, Maqedonas, edhe të gjithë etniteteve faktikisht na zbukuruan mbrëmjen sonte së bashku me gjithë auditoriumin tjetër. Me një fjalë të fundit, a mund të themi se pikërisht ky koncert është një urlidhse, dëshmon se muzika është një urlidhse e të gjitha nacionaliteteve, feve dhe nuk njeh komb apo asgjë tjetër? Nuk ka kufi, dhe kjo është ajo që artistët e bëjnë, që asnjë tjetër nuk mund ta bënë. Do të thotë kjo është ajo që me anë të kulturës faktikisht bashkojmë gjithë nacionalitetet, edhe patë edhe sonte në publik kishte edhe kinezë edhe për gjithë botës mbar, edhe pse them edhe njerë të drejtën se ndjem shumë i kënaqur për këtë koncert sonte. Filharmonia ishte jashtëzakonshme, do të thotë orkestra ishte jashtëzakonshme, solistët Ana dhe Igori, po ashtu kompozitorja Bete Ilin me kompozimin e saj që u paraqit sonte, edhe disa kompozitorë tjerë, Simfonia e Dvoržakut, ajo është pjesë e programit dhe besoj se dham një program shumë të bukur sonte këtu. Unë ju uroj që sa më shpesh të shkoni dhe të vizitoni shtete tjera dhe të shohin të gjithë se çfarë filharmonie kemi në Maqedoni. Patjetër, faleminderit shumë. Ky koncert u përmbyll mes duartrokitjeve të gjata dhe emocioneve të forta, duke dëshmuar edhe njëherë nivelin e lartë artistik të Filharmonisë së Maqedonisë së Veriut dhe për kushtimin e muzikantëve të saj. Një mbrëmje që do të kujtohet gjatë, si një moment i veçantë ku muzika bashkoi zemra, emocione dhe kulturë në një skenë, ndër më prestigjioset në tërë botën.